Këtë të martë u bë një javë që kur kryeministri Albin Kurti nuk u paraqit në prokurorinë speciale për të dhënë dëshmi lidhur me rastin e rezervës shtetërore, ashtu siç e obligante urdhri gjyqësor. Me një shkresë që e ka publikuar edhe zëdhënësi i qeverisë në Facebook dhjetorin e vitit të kaluar, kryeministri u njoftua se do të gjobitej për secilën mosparaqitje. Por prokuroria s'ka bërë ndonjë kërkesë e as gjykata s'ka nxjerrë ndonjë vendim pas urdhresës që e detyronte kryeministrin të dëshmonte në prokurori. Burimet e kohës e kanë konfirmuar se prokuroria ja ka çuar një njoftim gjykatës përmes emailit, përmbajtja e të cilit është vetëm një fjali, ku shkruhet se dëshmitari nuk është paraqitur për ta dhënë dëshminë më datën 4 mars 2025 në orën 10. Deri më tani, institucionet e drejtësisë nuk kanë sqaruar se si do të vazhdojnë tutje. Në gjykatën themelore në Prishtinë thanë se synojnë të ecin në hapa të sigurt ligjor, me që ky është ndër rastet e rralla kur dëshmitari nuk paraqitet para organeve të drejtësisë. Kryeministri Albin Kurti u njoftua që nga dhjetori 2024-s se masa të këtilla mund të merren ndaj tij. Neni 132 paragrafi 1 i kodit të procedurës penale parasheh që gjyqtari i procedurës paraprake sipas detyrës zyrtare apo sipas kërkesës së prokurorit të shtetit mund ta detyrojë dëshmitarin që të paraqitet për të dhënë dëshmi. E nëse dëshmitari nuk paraqitet, ky kod e parasheh që gjyqtari e dënon dëshmitarin me gjobë deri në 250 euro për çdo mosparaqitje. E nëse dëshmitari nuk dëshmon edhe pasi dënohet me gjobë, atëherë mund të burgoset deri në 1 muaj, burgim që ndërpritet në momentin kur fillon të dëshmoj. Por një nga rastet e ngjashme si këtë që ka ndodhur më herët është ai refuzimi të dhënies së dëshmisë nga ish-kryetari i Suharekës Blerim Kuçi më 2011, i cili nuk dëshmoi në prokurorinë e Uleksit në një rast për krime lufte. Në këtë rast, pasi Kuçi refuzoi të dëshmojë në rastin Limaj, edhe pasi u soll me forcë para prokurorit, gjykata fillimisht e gjobiti e më pas ja shqiptoi paraburgimin me maksimumin prej 1 muaji e që parashihej të ndërpritej në momentin kur fillon të dëshmojë. Kryeministri Kurti ka kërkuar vazhdimisht që prokurorët t'i shkojnë në zyrë dhe ka thënë se ka precedent për këtë, por gjykata e ka urdhëruar atë që të dëshmojë në prokurori. Në ekzekutiv nuk kanë dashur të japin përgjigje për këtë çështje. Dyshimet e prokurorisë në rastin e rezervave shtetërore janë se buxheti i shtetit u dëmtua mbi 600.000 euro.